Presionat inflacioniste në ekonominë shqiptare po japin sinjale se rritja e çmimeve nuk lidhet më vetëm me faktorë të jashtëm. Të më të fundit të Bankës Shqiptare tregojnë se gjatë muajit qershor janë rritur njëkohësisht inflacioni bazë neto, inflacioni që përjashton ushqimet e energjinë, duke reflektuar një shtrirje më të gjerë të presioneve mbi çmimet. Inflacioni bazë rrit me 3.54% nga 3.15% që ishte në muajin maj, krahasuar me të njëjtin periudhë një viti më parë, ku ishte 2.69%. Ky tregues ka arritur nivelin më të lartë që nga tetori i vitit 2023. E këtë muaj, inflacioni bazë rezultoi më i lartë se inflacioni total në ekonomi, i cili sipas Istat për muajin qershor ishte 3.2%. Ky tregues mban ndryshimin e çmimeve duke përjashtuar produktet me luati të forta sezonale, si ushqimet e energjia, e konsiderohet një nga indikatorët kryesor për të vlerësuar tendencat afatgjate të inflacionit. Në të njëjtën kohë, inflacioni bazë neto u rrit me 4.03% nga 3.6% në maj e 2.45% një vit më parë. Ky tregues përjashton nga ushqimet e përpunuara, përfshir bukurën dhe rrethurat, duke ofruar një panoramë më të pastër të presionave të brendshme mbi çmimet. Në rritje është inflacioni që përjashton të gjitha produktet ushqimore e energjetike, i cili arriti në 3.94% nga 3.54% në muajin paraardhës. Sipas ekonomistëve, këto zhvillime tregojnë se rritja e çmimeve nuk është vetëm si pasojë e shtrëngësimit të naftës, e tensioneve gjeopolitike në lindjet e mesme, por po mbështetet gjithnjë më shumë nga faktorë të brendshëm të ekonomisë shqiptare. Kjo situatë mund të shtojë përçmëritë për një shtrëngim të politikës monetare në muajt në vijim.